Libri Kosova lufta e heshtur I autorit Zef Mazi u promovua në Tiranë duke sjellë në vëmendje një periudhë kyçe të historisë së Kosovës përmes një këndvështrimi diplomatik dhe dokumentar. Vepra hedh dritë mbi zhvillimet e viteve 1991 deri në vitet 1999, duke zbuluar prapaskenat, negociatat dhe mekanizmat e padukshëm që ndikuan rrjedhën e ngjarjeve. Autori synon të vendos lexuesin përballë së vërtetës historike. Synimi kryesor ishte që lexuesi, mas 30 viteve plus që ka ndodhur këtë ngjarje, ta njohë realisht si ka qenë e vërteta. Manipulimet ishin deri në thika mas shpinë në atë kohë. Shqipëria ishte e vogël. Në libër trajtohen edhe projektet dhe interesat e fuqive të mëdha, të cilat sipas autorit kanë ndikuar drejt për drejt në fatin e rajonit dhe në përpjekjet për ndarjen e territoreve shqiptare. Fletushka e Salzburgut, flotës austriake, prodhoi një hartë. Ajo hartë e ka Shqipërinë ndarë në 3 pjesë. Serbia futet nga Patoku deri diku Afiri, jugu në Meritalia, pjesa veriut diçka me Dubrovnikun, Malezi dhe prishet shteti. Botuesi Bujar Hudhri e cilsoi librin si një punë të thelluar kërkimore që mbështetet në një volum të gjerë dokumentesh dhe trajton një temë ende të ndjeshme për shoqërinë shqiptare. Sot që ka shkretuar mbi 6.000 faqe dokumenta, është një ngjarje që ende vlon, është një ngjarje që ende ka pasoja. Përballja me të gjithë këto faktorë është e përgjegjshme, e rëndësishme dhe delikate. Kosova lufta e heshtur vjen si një kontribut I rëndësishëm për të kuptuar më thellë historinë e afërt dhe rolin e diplomacisë në një nga periudhat më të ndërlikuara të rajonit.